Pas agjërimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët mysliman shqiptar dhe ata në mbar botën festojnë sot Fitr Bajramin, një ndër festat më të rëndësishme në kalendarin e fesë islame, që në orët e para të mëngjesit edhe besimtarët në Fier kanë falur namazin në sheshin qendror të qytetit, ndërsa krerët mysliman të Myftinis kanë përcjellur urimet për paqe dhe harmoni mes njerëzve. Ceremonia e faljes së Fitr Bajramit filloi në orën 6:30, ku dhjetra besimtar të grup moshave të ndryshme kryen ritet e faljes së madhe, ndërsa kanë shkëmbyer mesazhe paqe mes njëri tjetrit. Në ligjëratën e tij, myftyu Mikel Hazizolli ka uruar dhe përshëndetur gjithë besimtarët musliman, duke i ftuar të kontribuojnë shumë më tepër për të ndërtuar një shoqëri sa më dinjitoze, sa më të paqës, sa më solidare. Të nderuar besimtar, është kënaqësi e madhe që sot në këtë ditë, në këtë shesh, që është mbushur me një mbushje kaq madhështore, kaq sublime, me një ardhje të vullnetshme nga gjithë secili prej nesh, për vetë një gjë, vetëm për të madhëruar Zotin e botëve. Kaluam një muaj plot sakrificë, plot bindje, sinqeritet, plot madhështi për shpirtin e gjithë secilit prej nesh, që ne madhëruam Zotin e botëve, e rregulluam brendin ton, gjendjen ton shpirtërore. Kaluam një muaj sakrifice dhe u afruam më shumti me Zotin e botëve. Dhe ardhja gjithë secilit prej nesh sot tregon besimin që ka gjithë secili në zemër për Zotin e gjithësisë. Dhe kjo është një shenjë e madhe që çdo njeri që ka ardhur sot është njeriu mirë, është njeri që beson Zotin dhe bën punë të mira. Falja e Fitr Bajramit vijon më pas në çdo familje fierake besimtarësh me drekat familjare si shpërblim për sakrificën nëpërmjet agjërimit gjatë 30 ditëve të Ramazanit.